emisionit për te traditës kam ardhur në komunën e Gjakovës. Edhe jam pikërisht në hyrje të pazarit të vjetër. Të shohim se çfarë të ofron ky pazar, si është jeta në Gjakovë. Pyesim. Jemi në hyrje të pazarit të Gjakovës, a pazari vjetër si quhet këtu. Çfarë të ofron Gjakova? Tanat mirat ne ofron. Me kulturë, me ha, me krejt, tanat mirat. Ju jetoni këtu? Unë jetoj në Zvicra, mu vi se për gjithë vjetë vi në Verës. Origjina juaj është? Në Gjakovës jam. Në Gjakovës, po pse ke lënë Gjakovën dhe ke ikë në Zvicër? Më ka ikë babi, unë jam lindër e rritur në Zvicër. A je lindë e rritet e por Gjakovën? E kam në zemër. Nuk e lënë? Jo. Për çfarë do të vim në Gjakovë? Na vim, unë për shembull vi për familje, vi edhe për traditat, edhe vi për kulturën çto. Kush është tradita e Gjakovës? Për shembull kthimi, gjua, edhe veshja, kulturë, veshja e, për shembull veshja e katunit. A të pëlqen kjo? Shumë. E vesh? Unë kthej, në Zvicër kthej, jam valltore. Kërcen të muzikës shqiptare? Po. Bravo. Qërse gati 8 vjetë. 8 vjetë që Po. kërcen. Me ansambl keni ngrit me një grup... Po, na jena qëtash në qëri ansambli ura jena, në Dybendorf, edhe kthejmë, qëtash e kena qelë që se 1 vjetë, ama jena bo shumë grupi madhë. Çfarë do të themi të rinjve shqiptar dhe kosovar? Kur të keni mundësin, hadi shëjoni në Kosovë, në Shqipnia, ku doni, me shëju jetën e këtu, ose edhe me shëju pushimet. Atëherë si Shqipëria dhe si Kosova nuk? Si Shqipëria dhe Kosova nuk? Nuk o. Faleminderit. Faleminderit. Pas intervistës me vajzën që ishte nga Gjakova, por jetonte në Zvicër, jam futur dhe jam në qendër të pazarit të vjetër. Vazhdojmë dhe shohim. Kam ardhur nga Shqipëria në Gjakovë. Jam fut ke pazari vjetër, gjithçka shumë e bukur. Po çfarë duhet di përveç pazarit në Gjakovë? Po, çfarë të ofron Gjakova? Gjakova ka shumë bukuri të mëdha. Është një qytet shumë i vjetër. Është xhamia e Dumit, është mbi 500 vjet e mbaruar. Pazari i Gjakovës, ose çarshia vjetër, që e throsim na. Ke çarshia e vjetër, ke pazari vjetër. Kush është ajo gjëja më interesante që shumë qytetarë që vinë, shumë vizitorë që vinë këtu dhe e shohin kënaqen? Bukuria e pora. Qyteti i vjetër. Qyteti është antikiteti. Është shumë qytet antik. Ka bukuri, gjakovarët thonë që janë shumë tamashor. Po çdo gjakovare ka të vetën. Tash më ashtu ti me pi një pije, unë ta qesh një pije, kafe. Dhe më thënë, jeni zemër gjerë, zemër... Po, prej qabrotit është shumë quhet, është kodra e qabrotit. Është shumë nalt, prej snalti, shihet gati krejt Gjakova. Ka bukurit e veta. Shumë të thonë, tash unë... I the gjitha? I thash gjitha. Bukurit flasin vetë. Bukurit flasin vetë. Unë
Më thëmë është më e bukur Shqipëria se Kosova. Është. Po edhe Gjakova ka bukurinë e vet. Do e ndrojë Gjakovën me një vend tjetër? Jo. Atë që ke Gjakovari i vërtet. Po. Ka gjishtë. Sa më shumë të ulumtosh edhe futesh në për pazar, do gjesh akoma edhe gjëra më interesante. Kam qëndruar në një dyqan që emrin e ka vendosur Cuca. Po pse dyqani me emrin Cuca? Pse? Po. Ka histori kjo. Kam punu në gjyqë në Prizren, Ke punu si gjyq? daktilografe. Edhe ka ardhë qfaqja Cuca e maleve nga Shqipëria. Edhe unë isha vetëmja femën e pamartume edhe mgeli ashtu Cuca në gjyqë, si daktilografe punojsha. Edhe Cuca mgeli. Të ngeli Cuca dhe hapet dyqanin e vendos emrin Cuca. Po, Para sa viteve? para 14. Kur ishe vërtet Cuc. Po. Edhe unë martova në Gjakov. Këtu të parte me i kom pas. Po në Prizren, baba më ka punu në Kuks si roba qeps, në atë ko, 43-shin. Edhe ka ngelin në Prizren, po, ka ngelin në atë ko në Prizren, lerë i tu në aty. Edhe unë martova në rrugët babës jam. Burrin mos e fajso sepse s'di të qepi, se ai s'ka pas qep. Jo, ai profesor ka qenë. Kështu që po e përjashtojmë burrin tonë nga kjo Jo, pjesë. jo. Ka dembel dhe ai. Bel, për dembel është. Për çfarë do të vi tjetër në Gjakov, përveç pazarit vjetër? Ka këtu edhe muzej. Kjo xhamia për shembull e Hadumagës e ndërtu me 1596 ndokët. Ma e vjetra xhami është Gjakov. Mas kësaj ka fillu rruga mu formue. Këtu kanë vepru edhe të partë e mi Malazoku. Haxhi Mustafa Malazoku. Prej Stambollit kanë ardhë, edhe i kanë vërtetu do vorze këtu, më kanë dalë të partë e mi që kanë vepru për para këtu, edhe kanë punu. Sa vite Si keni që- roba qepsa. Sa rroba qepse punoni? Po, unë prej 12 vjeç babe nën roba qepsa. Kryesisht çfarë doni këtu? Çfarë qepni? Qepsha fustana, Po? tash kam kalu në veshje tradicionale, po mundohem me shkuka origjinalja ma shumë, si për shembull gjubletën tash, mas mrami e kom punu vetë. Edhe veshje të Rogovës, ka veshje të Lugagjinit, ka të Rekës, që janë më të vjetra, si për shembull ajo me Kanazzi. Ato janë më të vjetra. Kostumet më të kërkuar nga turistët. Po. Të vjetra lypin të Rekës më shumë. Reka Keqe, i tojnë Reki Gjakovës, Lugagjinit. Ato lypën më shumë. Edhe të Rogovës, si këto aty të vjerne. Unë pensionere, po mundohem me bo diçka, me kalu kohën, kam vullnet me punu. Çfarë duhet ndryshuar në Gjakov që turistët japin këshilla kur vinë, çfarë kërkojnë ndryshe nga Gjakova, ose ju si qytetarë, çfarë kërkoni që të bëhet më ndryshe ose të përmirësohet në Gjakov? Telefoni s'ka dhe. Kjo qashi duhet mu gjallnu. Unë mendoj se prej luftës ka qenë e shkatrume. Gjamia, sidomos,
Kjo minarja për gjysë ka qenë. Edhe kanë ardhur turqit e kanë ndërtu edhe bibliotekën, edhe ajo ka qenë e shkatrume, e kanë ndërtu. Po, komuna nuk bën shumë për zanatli. Na jemi 3 këtu, ky për kuaj, aja tje djepa, unë kënej me veshje kombëtare, s'ka nuk kanë nge. Duhet mi qaldnu këto dyqane. Si për shamu, 3 mbyllne, 1 e qelu. Duhet me ndërmarrë diçka. Po nuk... Si jetojnë njerëzit në Gjakov? Rrugën e kanë rregullu rrugën. Jetojnë me rrugat vogla, me e shtyn me gjyks. Shkurt qep. Mirë, punojnë, janë punëtur, femnat sidomos, punojnë në për shtëpia, jeleka, me fije ari, e mbajnë familje. Gratë janë shumë zoja, shumë luftarake. Burrat dhe mela? Burrat në për kafiqa. Edhe ata punojnë veç gratë ma shumë. Burrat në njerë, lozi ku vendojnë? Ashtu. Pika që së bia se nga gratë rojnë, Kjo fjalë shkon këtu në Gjakov? Po. Ti bash, nuk mujmë mi ndryshu. Se nuk jeni munduar? Nuk po him në Evropë kur qysh. Femnat. Në jetë ajo kritika që do thuash për burrat gjakovarë. Po, Për çfarë do i kritikosh? për Dembela. Për Dembela? Krejt gratë i bojnë, edhe punë të shtëpis, edhe që zanatin. Mu më pret shtëpia atje, me bo dreka, me krejt. Burri s'mund ta fshi shtëpi. A fshi bo do të... Munër, pse jo? A mund me bo Nuk burri janë fustanin? punëzër. Po, Vëndri, burri motrës jeme ka qep edhe fustana. Motra jeme ka pas butik para luftës këtu. E përja, pas ka pasu burra që punojnë, jo? Po, jo gjithë. Jo gjithë. Disa po. Çfarë qepni? Qepsha fustana, Po? tash kam kalu në veshje tradicionale, po mundohem me shkuka originalja ma shumë, si për shembull gjubletën tash, mas mrami e kom punu vetë. Edhe veshje të rogovës, ka veshje të Lugagjinit, ka të Rekës, që janë më të vjetra, si për shembull ajo me Kanazzi. Ato janë më të vjetra. Kostumet më të kërkuar nga turistët. Po, të vjetra lypin të Rekës ma shumë. Reka keqe, i tojnë Reki Gjakovës, Lugagjinit. Ato lypen ma shumë. Edhe të Rogovës, si këto aty të vjerne. Unë pensionere, po mundohem me bo diçka, me kalu kohën, kam vullnet me punu. Çfarë duhet ndryshuar në Gjakov që turistët japin këshilla kur vinë, çfarë kërkojnë ndryshe nga Gjakova, ose ju si qytetarë, çfarë kërkoni që të bëhet më ndryshe ose të përmirësohet në Gjakov? Kjo qashi duhet mu gjallnu. Unë mendoj se prej luftës ka qenë e shkatrume. Gjamia, sidomos. Kjo minarja për gjysë ka qenë. Edhe kanë ardhur turqit e kanë ndërtu edhe bibliotekën, edhe ajo ka qenë e shkatrume, e kanë ndërtu. Po, komuna nuk bën
shumë për zanatli. Na jemi 3 këtu. Ky për kuaj, aja tje djepa, unë këne me veshje kombëtare. Ska nuk kanë nge. Duhet mi qallnu këto dyqane. Si për shamu, 3 mbyllne, 1 e qelu. Duhet me ndërmarrë diçka. Si jetojnë njerëzit në Gjakov? Rrugën e kanë rregullu rrugën. Jetojnë me rrogat vogla, me e shtyn me gjyks. Shkurt qep. Mirë, punojnë, janë punëtur, femnat sidomos, punojnë në për shtëpia, jeleka, me fije ari, e mbajnë familjen. Gratë janë shumë zoja, shumë luftarake. Burrat dhe mela? Burrat në për kafiqa. Edhe ata punojnë veç gratë ma shumë. Burrat në njerë, lozi ku vendojnë? Ashtu. Pika që su bia se nga gratë rojnë, Kjo fjalë shkon këtu në Gjakov? Po. Sti bash, nuk muj mi ndryshu. Se nuk jeni munduar? Nuk po im në Evropë kur qysh. Femnat. Në jetë ajo kritika që do thuash për burra gjakovarë. Po, Për çfarë do i kritikosh? për Dembela. Për Dembela? Krejt gratë i bojnë, edhe punë të shtëpis, edhe që zanatin. Mu më pret shtëpia atje, me bo dreka, me krejt. Burri s'mund ta fshi shtëpi. A fshi bo do të... Munesh, pse jo? A mund me bo Nuk burri janë Kusani? punëzër. Po, Vandri, burri motrës jeme ka qep edhe fustana. Motra jeme ka pas butik para luftës këtu. E përja, pas ka pasur burra që punojnë, jo? Po, jo gjithë. Jo gjithë. Disa po. Do futem brenda në dyqanin Cuca, të shoh që ka veshje për çuna? Ka. Dyqani Cuca ka dhe veshje për çuna. Edhe për çuna, edhe për vashe. Për çuna do t'jenë ata atje, besoj. Kjo është veshje e rekës. E rekës. Kjo është ma vjetër. Më e vjetra kjo. Ajo e veshje e tirqi e shqiptarve, që për çuna, Kjo për çuna. Po për mua qa Pa, veshje edhe ka? për- Të madhe. Pa ma i jebi. kukull për jashtë është. Është një vetëm i kukull jashtë. Po mos më fut edhe mu këtë dëmbelët. Jo. Këto në miniaturi këmbo. I lypin turistët kukullat, veshje Kukullat, po. kombëtare. Po. Prandaj keni bërë Po, e veshje. veshje e dugagjinit. Po kjo veshje? Kjo e tropojës bën edhe si rogovës. Po. Edhe ajo rogovës. Edhe kjo. Po, Sa kushton një veshje për shembull për çuna kjo? po. Dhe në 300, masi është e dorës dytë. Adi nuk janë originale, krejt komplet që ka duhet. Ato kushtojnë 1.000 euro. Tirqi e shqiptarve. E shqiptarëve të Shqipërisë. Po, Apo nuk ka ndarje Shqipëri, Kosovë. Edhe ky është shkon ky xhamadani me këtë këmishën time? via. Është Kosova, është Shqipëria. Unë për ndryshe kam kënu në shërtëni tagimit Prizrenit, që është shërtëni ma e vjetër. A më shkon? Shumë. Po ka shqiptar që nuk i shkon veshje e shqiptarisë? Nuk ka. Për mua duhesh i pak më i madh më duket, apo jo? Këtu do të mu pa dhe shoka, për ata sy ma i shkurt. A, për të duk mesi? Po ata që kanë mesi, unë jam... A, për të vendos ky? Po. Ba. Edhe ky është brezi.
Si ja unë zdi me lidh brezin kështu lidhet? Po teksi. Po. Gjilpon. Po, kishte vinet, si vinet. Kjo nga rrihet majtas. Me këtë veshje jam për veshjen e... Kush e ka këtë veshjen? Tropoja? Gjakovari. Veshje Gjakovari. Një djalë që do shkojnë dasëm, i vesh kështu. I majnë të rinë këto? Të rinë i preferojnë? Po, i veshin ma pak Filipin tash me qira. Para vitin e kalume i lypshin ma shumë. Tash po pritojnë mi vesh. Aha. Shumë bukur. Pra, njerëzit në Gjakov, ashtu si edhe ne i kishim menduar edhe që janë zemërgjerë. Edhe këtë zemërgjerësi të Gjakovës e tregovi nëna. Duke më dhëruar këtë kampuç, simbol të cilin unë do ta lë në studio të emisionit për Tetra Ditës. Miqtë e emisionit për Tetra Ditës, kjo ishte një shëtitje shumë e shkurtër në pazajin e kulturës së Gjakovës. Emisionin e ardhshëm do të tregojmë edhe më shumë mbi traditat, kulturën, gjithçka që mund të gjejmë në Gjakov. Deri atëherë, mirë ta kuptojmë emisionin e radhës.